Haxhi Abdyli është njëri prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Vjosa Osmanit. Po. Cili është mesazhi këtu? Mesazhi është që këta ende vuajnë pse s'janë me Albin Kurtin. Kanë mundur, tha. Kanë mundur. Mesazhi, tash kjo dua ta lexoj shumë qartë këtë seriozisht. Që bashkimi i madh i zgjatës me Vjosa Osmani nuk qenë ka për arsye parimore, por sepse vetëm Vjosa Osmani është sakrifikuar nga Albin Kurti dhe që si tandem politik ende janë duke vuajtur kanë moll për bashkëpunimin politik të binomit të Kurti Osmani. Kjo është shumë e rëndësishme që të lexohet pikërisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që rikthimi i Vjosës në LDK nuk ndodh për arsye pse ajo beson te Lidhja Demokratike e Kosovës, por sepse Albin Kurti më nuk i la vend në grigjin e tij politike. Kjo është arsyeja. Kjo është një sfidë shumë e madhe mediale për zotin Abdyli, sepse do t'i duhet që ta nxjerr karakterin prej tradhtarit Albin Kurtit, prej një super geniu të verifikuar nga teoritë e tij neurologjike. Është me të vërtetë kjo është sfidë shumë e madhe për ta bërë këtë kapërcim të madh mediatike politik në vlerësimet për Albin Kurtin. Dëgjoj, aty ka diçka të vërtetë kur thotë për shembull që shumë prej deputetëve as nuk kanë pasur informata. Është fakt kjo, unë jam i bindur që edhe sot shumë deputet lëvizjes dhe vendosje nuk e din nesër çfarë vendime do t'ju kumtohen nga Albin Kurti, se çfarë veprime duhet të ndjekin. Dhe ka qenë kjo është e saktë, nuk mund të mohohet. Mirë, po sfida tash kryesore është që ky ende po thotë që ka mund të vazhdoj ky binom. Shihet qartë dëshira. Po, shihet qartë dëshira, do thotë që tregon se dëshira kanë qenë të shokuar pse. Dëshira e këtij është që Vjosa Osmani të ishte me Albin Kurtin, jo me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Është dashur të vazhdojë ai binom. Atëherë martesa e sotme, po përdori metaforikisht, e Vjosa Osmanit me LDK qenë ka prej zorit, ndërsa dashuria e vërtet dhe që ndron ende Abdyli dhe mbase që është njëri prej njerëzve të afërt të Vjosa Osmanit qenë ka për të vazhduar së bashku me Albin Kurtin.